Përfaqësoi denjësisht Shqipërinë në Eurovision, pak nga jeta private e Beatrices, njihuni me bashkëshortin muzikant. Këngëtarja Beatrice Gjergji ka fituar shumë popularitet që pas fitores së festivalit të RTS-s. Ajo së bashku me Kol Laçan përfaqësuan Shqipërinë në Eurovision 2025, ku renditën të tetët e duke marrë edhe vëmendjen e publikut evropian. Ndërkaq Beatrice, në daljet që ajo ka patur për mediat, është fokusuar vetëm te vitet e karrierës me grupin Shkodra Elektronike, duke mos zbuluar detaje nga jeta e saj private. Megjithatë, u desh që ajo të fitonte festivalin e RTS-s dhe të merrte pjesë në Eurovision, që publiku të mësonte diçka më shumë rreth jetës së saj sentimentale. Gjatë pjesëmarrjes në Eurovision, ajo u pa për herë të parë nën shoqërinë e bashkëshortit të saj italian. Pas suksesit që Shqipëria kori në këtë kompeticion, Beatrice është fiksuar nga kamerat teksa shkëmben puthje me burrin e saj, Marcello. E lindur në Shkodër, Beatrice u zhvendos në Itali që në moshë shumë të vogël, ku u rrit dhe formoi identitetin e saj artistik. Pavarësisht jetës në Itali, ajo ka ruajtur lidhje të forta me kulturën dhe gjuhën e saj amtare, duke theksuar se flet vetëm në dialektin shkodran. Beatrice jeton në Auronzo di Cadoro, një qytet i vogël në provincën e Bellunos, Itali, së bashku me bashkëshortin e saj Marcello, i cili gjithashtu është muzikant. Duket se ka qenë pikërisht Marcello ai që e ka ndihmuar Beatricen që të bëhet pjesë e botës së muzikës. Mediat italiane kanë shkruar se çiftit në fillimet e tyre bashkëpunojnë së bashku, duke u përpjekur që të fusnin Beatricen në industrinë e muzikës. Ata kanë zgjedhur këtë vend për të ndërtuar jetën e tyre, duke kombinuar pasionin për muzikën me një jetë të qetë në Alpet italiane. Duket se Marcello e ka shoqëruar Beatricen deri në Basel, ku dhe ka qenë mbështetja më e madhe për të. Beatrice Gjergji është një këngëtare dhe kantautore shqiptare e njohur për stilin e saj unik, që bashkon muzikën tradicionale shkodrane me tingujt modern elektronik. Ajo është pjesë e duos muzikore Shkodra Elektronike, së bashku me producentin dhe kompozitorin Kol Laça. Në intervistat e saj, vetë këngëtarja ka rrëfyer se si erdhi deri tek grupi Shkodra Elektronike.